Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lëngu i hithrave pijeni 2 herë në ditë dhe do shpëtoni nga kjo sëmundje. Nëse vëreni se po shtoni pesh apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ju duhet të kontrolloni gjendrën tuaj tiroide. Këto probleme mund të jenë shenja të një tiroideje të lodhur e cila nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenjat të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregullta tek femrat, rrahje të ngadalta të zemrës dhe një përgjumje e përgjithshme. Këtu ju do të mësoni një recetë natyrale me çajin e hithrës për hipotiroidizmin. Për këtë juve do t'ju duhen 2 lugë çaj me gjethe hithre të thata ose të freskëta. Shtoni 2 lugë gjethe të hithrës në një filxhan çaj me ujë të nxehtë. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Hithra gjithashtu është e njohur për vetitë e saj. Kjo bimë është e pasur kryesisht me ushqyes si vitamina A, B6, kalcium, hekur dhe gjithashtu magnez dhe jod. Prezenca e jodit te hithra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm e cila mund të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, ju duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte mjaft të këshilluara. Duhet të shtoni ushqime si banane dhe njëkohësisht fruta pylli. Evitoni ushqime me gluten, si për shembull buka, makarona dhe bira. Perime si brokoli, lakra, që përmbajnë gojë hidrogene të cilat ndikojnë jo mirë në gjendrën tuaj të tiroides, dhe fruta si pjeshk, dardha, luleshtrydhe. Tiroidja shfrytëzon jodin që ne marrim nga ushqimet për të çliruar hormonet të 4 dhe të 3 të cilat shkojnë në gjak. Sipas të dhënave, këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen, rënjen në peshë, plakjen e të tjerë. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila prek gjendrën tiroide duke e penguar atë të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet me një sër medikamentesh, por edhe me receta natyrale. Sipas të dhënave, një prej tyre ka të bëjë pikërisht me lëngun e xhenxhefilit, një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe ka efekt të shkëlqyer. Ushqyesit e nevojshëm kundër hipotiroidizmit. Në momentin që trupi preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar njëkohësisht tiroiden. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por njëkohësisht jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi, gjithashtu janë 3 minerale tepër të dobishme të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë. Lëngu i xhenxhefilit është i shkëlqyer sepse jo vetëm që plotëson nevojat për këto minerale, por njëkohësisht ju mund ta pini atë rregullisht gjatë ditës pa patur as edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara të xhenxhefilit, një kastravec, një lugë me gjethe mente të coptuara, 1 litër ujë dhe njëkohësisht 1 lugë çaj me krip të jodizuar. Ndërkohë, zgjeni ujin në një tenxhere dhe pasi të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe në një tas qelçi vendosni xhenxhefilin, menten,
kripën e jotizuar dhe copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zgjerë dhe më pas mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit të ndërthuren me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturën e ambientit. Të nesërmen filtrojeni lëngun dhe më pas ju duhet që ta pini lëngun e xhenxhefilit gjatë gjithë ditës. Nëse ky lëng ju duket shumë i fortë, atëherë ju mund të zbusni intensitetin e tij duke e bërë më të lehtë me më shumë ujë. Këtë kur mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për plot një muaj. Përfitimet të cilat vijnë nga xhenxhefili. Sipas të dhënave, xhenxhefili është mjaft i pasur me magnez, kalium dhe njëkohësisht zink. Ai njihet si një ushqim me aftësi tepër të pasura kundër inflamacionit dhe njëkohësisht kaliumit, zinkut, të cilët janë ushqyes për personat që vuajnë nga tiroidja do t'ju vinë në ndihmë sepse parandalojnë deformimin e fytyrës dhe të qafës. Për më tepër, xhenxhefili është mjaft i dobishëm sepse ai do të parandalojë deformimin e fytyrës tuaj dhe të qafës, madje edhe do të eliminojë lëngjet e akumuluara në trup. Gjëndra tiroide është gjëndra më e madhe e sistemit endokrin, përgjegjëse për zhvillimin tuaj mendor si edhe atë fizik. Nëse një individ lind pa gjëndrën tiroide, atëherë ai me patjetër do të ketë prapambetje të rëndë mendore, e cila njihet ndryshe me termin mjekësor kretinizëm. Ndërkohë, sipas informacioneve, gjëndrat e tiroides janë të vendosura në pjesën e poshtme të qafës dhe përfundojnë rreth laringut. Hormonet e prodhuara nga gjëndra tiroide janë shumë të rëndësishme pasi ato stimulojnë qelizat e metabolizmit. Në këtë video ne do të flasim pikërisht për recetën natyrale, e cila gjithashtu do të kurojë hipotiroidizmin, që është ulja e funksionit të tiroides. Hipotiroidizmi prek 2 deri në 3% të popullatës. Ajo prek kryesisht gjinin femërore në raportin 3:1 dhe shfaqet zakonisht pas të 30-tave. Disa prej simptomave kryesore janë lodhja, rënja në peshë, plagështia, depresioni, lëkura e thatë dhe njëkohësisht paaftësi për të duruar të ftohtin, konstipacion, probleme me kujtesën dhe vështirësi në të menduarit qartë, menstruacione të forta ose të çrreguta. Ndërkohë, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 40 kokra arra të njoma, 1 kilogram mjaltë organik dhe njëkohësisht 1 vazë qelçi. Këshillohet që ju të përdorni arra të njoma në ngjyrë jeshile, të cilat përmbajnë më shumë selen se arrat e bëra. Lajini mirë me ujë të rrjedhshëm dhe më pas ndajini në 4 pjesë. Duke qenë se arrat janë të njoma, ato gjithashtu priten lehtësisht dhe mbi të gjitha do të treten po aq lehtësisht. Më pas duhet të keni parasysh që t'i vendosni ato në një enë qelçi dhe të shtoni mjaltin. Sigurisht mjalti duhet që të jetë sa më organik dhe njëkohësisht të mos përmbajë sheqer të shtuar. Mbylleni enën hermetikisht dhe mbajini në errësirë për 1 javë. Sipas informacioneve, këshillohet të konsumoni 2 lugë çaj nga kjo përzierje në mëngjes esëll dhe 1 lugë çaj para se ju të flini. Rezultatet do ju habisin që në javën e parë të përdorimit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.